Kur është xhamia, mashallah, kur xhamati është, mashallah. Dhe vëlla një pyetje, po ju bëj këtë në këtë pyetje. A është më e bukur një kjo xhami ku jemi ne sot, xhamia jon këtu? Apo xhamia e pejgamberit alayhi salatu wasalam ditët e para të thirrjes islame? Thoni thuj drejt. Xhamia jon, bravo. Xhamia jon është më e bukur. Tashti, pret, xhamia jon është më e bukur. Tashti, hajde të bëjmë pyetje tjetër. Për aty ku ti nisi. A është më mashallah ajo xhami apo kjo xhami e tana xhamit tona bashk? Është ajo, pse sa është pejgamberi alayhi salatu wasalam. Edhe xhamati i kush janë? Më të mirët e historisë së njerëzimit. Po kur themi për një xhami si kjo xhami është mashallah, domethënë duke pa njëri tjetrin ju në sy. Edhe imamin tuaj. Xhamit i kemi për mashallah, kur imamin edhe xhamatin i kemi për mashallah. Apo se kemi lë muret e kemi zbukuru, elhamdulillah kjo është diçka shumë e nevojshme, e domosdoshme, me ly, me mirëmajt, me absolutisht. Mirë, po nëse mbrand nuk ka xhamat, ose nëse xhamati mbrand nuk janë, domethënë në harmoni dhe në vëllazënim me njëri tjetrin. Nëse imamin nuk kena imam për këtë zot, nëse imamin e kemi jo shumë aktiv. Jo shumë kemi imam, ta xam se nuk e kemi imamin këtu, që aktivizohet me rinin, me fëmijët, me gratë, me vajzat, me djemt, me kret, vetë se kërkon për xhamatin. E kjo mashallah valla. Tamam. Po ka imam që nuk i bën ndoshta ndërmend për me e bakte. Tamam. Fa alhamdulillah që ka hajër dhe ka mirësi. Ta një ders të shkurtë edhe të falim namazin e tarawih inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayidina wa habibina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Unë po e nisi prej ku zotnia jote e nise, kjo xhamia është për mashallah. Edhe është për mashallah pikrisht për xhamatin që ka. Dhe shikoni, a ka ndonjë me flok të thinjur në këtu ose me mjekër të thime përveç këtij që flet? Asnjë. A është kështu apo jo? Ty nuk ta thinj asnjë apo në një tek tuk. E je herë ti. Po fakti që përveç këtij që flet asnjë nuk ka thinja, kjo është mirësi shumë e madhe. Nga dita në ditë, vetë se shtohet numri i të rinjve që trokasin në dyert e xhamisë. Kjo që dënë me thanë? Edhe në Shkodër, patjetër që dhe në Shkodër, se një për Shkodrën e kemi pikë referimit, se këtu jemi. Po që do të thotë kjo? Do të thotë se njerëzit kanë nevojë për dritën e Zotit, edhe kanë nevojë për atë që është ma e mira edhe që i mungon jetës së tyre. Sepse gjithë secili prej nesh ka të mujtun me dal nga kjo derë edhe me ja kthy shpinën. Po me ja kthy shpinën edhe mos me trokit mangë të derë. Po dakord, ku do të më shku? Po thotë do shkoj këtu edhe ka alternativa plot. Me u dyfryje, me kalu kohën, ka plot alternativa. Mirë po, ato alternativa, ata mushin zemrën edhe shpirtin si ta mush ky moment kur ti je në xhami? Jo. Pra dashje pa dashje, gjithë secili prej nesh, në një moment kur edhe mund të hutohet, edhe mund të gaboj, edhe mund të bjerë në gjuna, Zoti na rujt. Ndoshta edhe në gjuna të mëdha, Zoti na rujt. Edhe ne larg tyne, ato larg nesh. Edhe ai që i bën edhe gjunahet e mëdha në një moment të caktuar dhe pastaj pendohet, e kupton se sa gabim ka qenë edhe sa larg ka shku. Dhe se sa e rëndësishme është që njeriu në jetë me qëndru besnik me Zotin e tij. Mos me e humb Zotin e tij. Edhe mos me e humb besimin e tij për asgjë kalimtare të kësaj bote. Sepse çdo situatë prej situatave me të cilat ne përballemi në jetë, varfënia, pasunia, mirëqenia, e kundërta e saj, dëfrimet, palimit, të kufizume, të momentit, e tjerë, të gjitha e kanë një cak. Asnjëna prej tyre nuk janë të përhershme. Absolutisht. Asnjë nuk është e përhershme. Ka për shembull thotë familje që janë shumë pasanik. Subhanallahu, ti ndëgjon ose lexon herë mas here që brenda asaj familje, megjithëse ka mirëqenie të madhe, ka pasuni, ka miradi, ka probleme në moral, ka probleme në lidhjen e vëllezërve me njëri tjetrin, ka përqarje, ka deri gjana që gati nuk i përmendim dot në shtëpitë e Zotit, që do të thotë se asnjë gjë e kësaj bote nuk është e përhershme. Kësaj, ne të dashur dhe të shtrenjtë kemi shumë nevojë që fejen që Allah Azza wa Jalla na e ka dhënë, edhe këtë besim që Zoti na e ka dhënë, me umunu, me e përsos, pra duke e dëshmu,
besimin tonë edhe fetarizmin tonë në mënyrë të vazhdueshme dhe me hapa të matun. Mënyrë të vazhdueshme dhe me hapa të matun. As me ungut, as me na kap euforia, as një gjendje e caktuar emocionale, dhe thonë sot do fluturoj. Jo, mos fluturo. Thjesht hedh një hap më shumë por të matun. Sa do i vogël qoftë ai. Ju e dini se 3 djemë të ri prej sahabëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam, në kohë të pejgamberit alayhi salatu wasalam, u mblodhen dhe diskutuan me njëri tjetrin, se si mu bë mafetar të mirë, si mu bë besimtar të mirë, si mu bë musliman të mirë. Siç shpesh herë ne diskutojmë me njëri tjetrin. Edhe njëri prej tyre tha, po pika referimit është pejgamberi alayhi salatu wasalam. Po thanen, po ku më emrit në pejgamberin alayhi salatu wasalam, është i pa arritshëm. Tamam. Atëherë folën të vendosen siç vijon. Njëri prej tyre që tha, sa unë e vendosa, për mu bë më i mirë, edhe më besimtar, edhe më kënë shumë më afër Allahut azza wa jall, unë nga kjo natë nuk do të flej më asnjë moment natën. Ço do të bëjmë? Do ta kaloj krejt natën në adhurim, tu fal, tu bë dhikr, tu lexoj Kur'an, me kryen sejdë, tamam? I dyti tha, unë do të agjëroj gjithë jetën. Pra jo vetëm në Ramazan, po edhe mos Ramazanit, hiç nuk do të la agjërimin. Pra vetëm ninushëm. Dhe nuk do merrem hiç me knatësitë e kësaj bote. I treti, që gati meti pa ndonjë alternativë të mundshme, tha, unë e gjeta. Unë nuk do të martohem kurrë. E problemet e familjes, gruaja, fëmia, rreziku, puna, rroga, shporta e mujit, nuk i du hiç këto telashe. Unë do i përkushtohem Allahut azza wa jall gjatë gjithë jetës sime, por duke qenë në formë një murgu. Allah. Edhe duke menduar se kanë bërë mirë, dhe duke menduar se kanë bërë një veprim të admirueshëm, dhe që pejgamberi alayhi sallam do t'i merrte për shembull këtë, shkon tek shtëpia e pejgamberit alayhi sallam me i tregu, ja Rasulullah, ne kemi vendosur kështu. Ata kishin pikë referime të pejgamberit për gjithçka. E mori vesh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë lajm, edhe pse nuk ishte në shtëpi atë ditë, dhe i mblodhi njerëzit në xhami. Tash është verdikti, shohim a është e mirë kjo apo nuk është e mirë kjo gjë. A ban kështu, a nuk ban kështu. Edhe hypi pejgamberi alayhi salatu wasalam në minber. Unë gjitë në minber edhe krejt njerëzit ishin të përkushtuar edhe me vëmendje të madhe, siç ka ndodhur, se nuk ishte ditë e xuma. Ishte lajmërim jashtë xumas, ishte lajmërim i jashtëzakonshëm, mbledhje e jashtëzakonshme. Edhe tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, më kam rrit një lajm, se dikush për jush, ata ishin të pranishëm, por nuk do t'i korrit atë, nuk ishte ideja me i korrit. Në Islam nuk është me e korrit tjetrin. Nëse ti ke marrë vesh se dikush ka thënë diçka apo ka bërë diçka, edhe ndoshta don me e qortu, ti nuk thu filani me gisht, edhe me emër të përveçëm. Jo, thu dikush në mesin ton. Tamam. Sa më kam rrit një lajm se dikush këtu në mesin ton ka thënë kështu. Edhe i përmendi pejgamberit e tre këto rastet. Tha ndërsa unë edhe flej natën, edhe zgjohem natën, dhe me thanë, edhe flej, si shplejnë krejt njerëzit, po dhe qohem pak para sabahut, pak edhe ma shumë, edhe e adhuroj Allahun azza wa jall. Tamam, pra falë namaz natët. Tha edhe agjëroj, ka fjalën për agjërim vullnetar, edhe nuk agjëroj, pra ka ditë që nuk ninojmë, po ka ditë që edhe ninoj. Dhe tradita pejgamberit alayhi salatu wasalam, cila është jashtë Ramazanit, agjërimi i sa ditëve në javë? Në javë. Jashtë lënë Shevalin, po në muajt e tjerë. 2 ditë, cilë ditë e hane edhe të ejten. E hane edhe ejte. Po pa me një nutë hane të martë, a bon, Allahu ta pranoft. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wasalam tha, edhe unë martohem, dhe me thanë, krijoj familje. Allah azza wa jall na ka sjellë në këtë botë si rezultat i një martese, edhe na ka nxitur që të martohemi, që të vazhdojnë raca njerëzore, të vazhdojnë jeta mi faqen e Dheut. Tha, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Ai i cili devion ose largohet nga tradita ime, ai nuk është prej meje. Është shumë e thjeshtë. Që do të thosh të dashur dhe shtrejt, se ne në jetën tonë kalimtare kemi shumë nevojë që ato gjëra që i mësojmë në fenë tonë me u përpjek, me i praktiku, me shumë qetësi, me maturi dhe me hapa të matun. As me na kap euforia, as me na kap në një gjendje emocionale që na bën nganjëherë me të kalu edhe masat, edhe me thanë që nuk duhet, e me vepru që nuk duhet, por me ndajt në ekuilibër.
Edhe me kujtu atë lajmërim, atë mbledhje të jashtëzakonshme të pejgamberit alayhi salatu wasalam që mori për shembull 3 djemë të ri që kishin vendos duke menduar se po bajnë mirë, diçka që në fakt ishte e gabuar. Muaj i madhëshëm i Ramazanit, që elhamdulillahi rabbil alamin që e kemi mërrit, edhe jemi pjesë e këtij adhurimi të mrekullueshëm, dhe që i lutem Allahut azza wa jall me na e pranu të gjithëve, është mundësia më e mirë që e edukon muslimanin për me e praktiku dhe me e dëshmu fetarizmin e tij në mënyrë të matun edhe në mënyrë të përkushtuar. Pse? Sepse esenca e adhurimit, edhe esenca edhe baza e këtij adhurimi, pra e agjërimit të Ramazanit, cila është arritja e gradës së përkushtimit. Dhe grada e përkushtimit në jetë që është esenca ose shpirti i çdo vepre që ti e bën me njët për të kthyer në adhurim para durve të Allahut azza wa jall. Si, edhe ajri që thith, edhe ushqimet që ti han, edhe uji që pin, or edhe gjumi që ban. Kur ishim studenta, na mësonin kujdestarët tan para se me fjet, thonin bani një dua dhe thoni Allahumma, pra para gjumit, unë e bana njët që me u forcu për adhurimin tanë nëpërmjet këtij gjumi. Që a mundesh ti me ndajt pa gjumë, bane prove dhe rri pa gjumë, 24 orë. Hajde pastaj 36, a mundesh? 48, a mundet në njeni? Edhe një rast tek tuk, po shumë në masa ekstreme. Atëherë kemi nevojë për gjumin. Mirë, po kemi nevojë për gjumin me uqu ma energjik, ma në formë, po për ç'a? Për të adhuruar Zotin, për t'u falë, për të bërë mirë, për të punuar me ndershmëri, për të qenë të moralshëm, për të folë atë që duhet, për të heshtë kur duhet, për të ndihmuar që ka nevojë. Gati me u bë si sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe me u bë gati si melek që ecin në mesin e njerëzve. Që as nuk lëndoi njëri, nuk vjen e keqja për tyne. Të gjithë kanë respekt për ta. Të gjithë i shohin me vlerësim dhe admirim. Siç thot pejgamberi alayhi salatu wasalam që besimtari është njeriu që i don të tjerët, edhe ata e duan atë, dhe nuk ka hajër në një person i cili as nuk i don të tjerët, as nuk e duan atë. Pra nuk ka hajër në një person i cili është i izoluar nga realiteti. Muslimani është njeriu që përzihet me realitetin. Islami është fe sociale. Për ta përfunduar, një argument shumë i thjeshtë. A më mirë me u fal vetëm në shtëpi apo me u fal siç jemi ne sonte këtu me xhamat? Me xhamat, pse? Diferenca është shumë e madhe. Një në shtëpi, 27 me xhamat. A fe sociale? Mu taku me njëri tjetrin, me u pa me njëri tjetrin, me pyet për njëri tjetrin. Agjërimi i Ramazanit, a mund të bëjmë iftar vetëm në shtëpi edhe me pak ujë? Patjetër. Mirë, po pejgamberi alayhi sallam na nxit që ai që i jep iftar tjetrit, domethënë edhe me pa dikën do të thonë shoh një kokër hurm, një gotë ujë, një karamele, është më mirë se sa vetëm sa fe sociale. Pejgamberi alayhi sallam na mëson nëpërmjet ajeteve të shumta të Kuranit famëlar për adhurimin e haxhit. A bëhet haxhi tek pull? Jo, bëhet me kallabllëk shumë të madh, miliona bashkohen nga ta në bota. Konsiderohet si kongres botnor i muslimanëve të mbar globit. Pse? A fe sociale. Zekatin me të vërtetë se jep një person tek pull, ai që ka mundësi. Por kujt ja jep? Ka përpara syve, siç udhëzimi hyjnor tregon në Kur'anin famëlar, ka 8 kategori njerëzish që mund t'ja ndaj atyre zekatin. Pse? Sa fe sociale. Dhe don Zoti që e mira me u përhap nëpërmjet këtij mesazhi të shenjtë tek sa më shumë njerëz. Edhe shahadetin kur e themi, ti mund ta thush për vete edhe je musliman. Mirë, po kur të shohin dhe të dëgjojnë të tjerë thonë, po filani është musliman bre, unë kam nitë të thënë shahadetin. Pse pejgamberi alayhi salatu wasalam i mësoi dhe i tha një ditë për ditëve që ishim lënë në xhamin e tij, alayhi salatu wasalam i tha, a ka ndonjë të huaj në mesin tonë? Do thonë jo. Tha mbylleni derën. Edhe mbyllën derën. Po se tha i ngriti duart, tha ngrini duart të thoni la ilaha illallah, la ilaha illallah. Edhe krejt ato xhamati çun duart përpjet të thonë la ilaha illallah, la ilaha illallah. A imagjinoni madhështinë e këtij momentit? Pastaj tha Allahumma o Zoti im, ti më ke dërguar mua me këtë fjalë. Dhe ti më ke urdhëruar që ta përhapin mesin e njerëzve. Dhe ti më ke premtuar xhenetin për këtë fjalë dhe ti nuk e thyen premtimin. Pastaj i tha, delni se Zoti ju ka fal. Esenca që është
dëshmimi i shahadetit në mënyrë masive. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Është me dëshmu se jemi musliman. Mirë po Islamin siç e marrim në xhamitë tona, walillahi alhamd, ashtu duhet që edhe këtë Islam me e përhap dhe me e dëshmu kur të dalim nga xhamia. Se këtu të gjithë në një mënyrë një tjetër jemi si melek. Këtu shihemi amël e bukur e me dashnie, me respekt, me dashamirësi me njëri tjetrin. Flasim atë që duhet, punojmë atë që duhet, jemi shumë të afërt. Mirë po kur të dalim jashtë, ka shumë fortuna, ka shumë sfida, ka shumë pengesa. Na pret shejtani te dera e xhamis, madje mundohet me hyrë edhe mbrëm, me na e prish fetarizmin. Prandaj me erujt fen ton, me erujt shembullin e Islamit ton edhe me u pa gjurma e Islamit në jetën tonë të përditshme, dhe i lutem Allahut Azza wa Jall me na e pranu të gjithëve atë që ka kaluar nga ky muaj i begati Ramazanit, e me na dhënë marrësi me e plotsu deri në fund, e me dalë me faqe të bardhë nga kjo beslidhje e shenjtë me Zotin e gjithësisë në këtë muaj të begat, e bashkarisht në hy në xhennet nga dera e kujt? Si thuje? Rayyan, thuri bre, dera ku hyn xhennet lit, ne ata që e kanë agjëruar Ramazanin në xhennet hyn nga cila dera e xhennetit? Rayyanit. Allahumma amin walhamdulillahi rabbil alamin.